ka me pas efekt elektoral. Sa i përket fushatës dhe gjithçka që po ndodh këto ditë. Fushata po më duket po bëhet veç proceduralisht, sepse verdikti pothuajse është marrë nga populli. Kjo është një. E dyta, po më duket që partitë ka pak po tutën që kanë me pas prapë zgjedhjen në prill. Dhe ka kursehen në aspektin financiar, në aspektin e fushatave, të listave dhe gjithçka tjetër. Pra po kursehen sepse e kanë të paqartë si do të dalë rezultati. Dhe çto dy elemente për mua po bëjnë të paqartë rezultatin. Ju e thatë fillim për çështjen e vetvendosjes, mund gëzohet, mund të dhënohet që përmendni Beqa, do ta marrë një goditje. Besomni asnjëherë nuk u kon më e paqartë situata e numrave po flasim se kush fiton po e konstatojmë, por tek numrat se si do të rrjedh tutje asnjëherë s'u kon e paqartë. Dhe e treta kushtrim fund gjithë kjo që e përmbledhë ka me prodhu diçka të re. Pra një relaksim total të spektrit politik dhe ne qeveri do të kemi pas 28 dhjetorit. Qeveri normale. A do të jetë 1 muaj, a do të jetë 4 vjet, 2 muaj deri presidenti këto nuk e di, por unë besoj që qeveria prodhohet nga këto zgjedhje. Shala ka kërkuar reagim, po. Tema e 100 euro. Disa kolegë thanë që është korrupsion, është blerje votës. Po, nëse ki shku veç të një segment i shoqërisë, për shembull, veç të një katon. Po. Kjo pishkon këtë popull, po kon korrupsion. E që është vlerëson keno? Fëmija e atyne që qarona pak më shumë. Kryeministri detyri i qunë oligark edhe fëmija që jetoj me 1.8 cent, 80 cent ditë, njoj do më honë. A është e logjikshme që kjo keno? Sikur që ma to, ves qarona ende më shumë. Nëse arrin për shembull qeveria me bind Mercedesin, pja futi kat, me qilë një fabrikë në Kosovë.